Po, shiqo, nëse çdo serb që edhe një shtet që provon vetëm kriminal, ai nuk ka fjalur tjetër përveç asajna. Sepse Zoran Paunović dhe shumë Paunović tjerë, ata e kanë në plan të parë, plan programin e Vasa Çubrilovicit dhe Dobrica Çosiçit. Shkatrimi etnik i shqiptarëve nga Kosova. Nuk e di se si mendojnë ata vetëm kriminal prodhojnë. Mendojnë se shqiptarët janë pakis, shqiptarët janë shumicë në Kosovë. Do të thotë 98% janë shqiptarë në Kosovë. Edhe ta pastrash një vend, si që është Dardania, Kosova, me 98%, jo veç Serbia, po nuk mund as Amerika me pas pastrim etnik. Sepse është e shqiptarëve, jemi autokton këtu, por ata jetojnë në këtu. Dhe atë qëllim, derisa të vdesin, serbët e kanë në paramendim pastrimin etnik të Kosovës.